Partia Demokratike ka marrë sot i pare konservatore, të gjithë bërtasin për konservatorizmin dhe mbi gjitha për trumpizmin. Më specifikisht akoma, konservatorizmin e kanë kthyer në një farë trumpizmi. Ju që mendim dhe çmendje keni vetë, jeni konservatore? Se kam patur në personazhe këtu që për shembull bërtisin. Floriana Garon kishte një bërtiste shumë fort për konservatorizmin. Tani, ju pas keni shumë dëshirë, zoti Rakipi, sot që t'i përmendni të gjithë kolegët me radhë. Po, sigurisht. Jam e fokusuar te ky diskutim. Do të përmendoj Fatmir Mediun që rinë në Amerikë ditë e natë, dhe tjetrin. Çka të duash? Tani secili ka mbulon një fushë caktuar. Mbulon një fushë, shkon mbulon fushën. Zoti Mediu mbulon marrëdhënien me Amerikën dhe ka kontakte shumë të mira atje. Tani për t'u kthyer tek Me Azin kë keni? Nuk e di, me thënë drejtën. Për t'u kthyer tek çështja e trumpizmit dhe tek trumpizmi dhe konservatorizmi i thellë. Tani. Tani këtu. Partia Demokratike nuk ka nevojë që i ka ato parime të konservatorëve që në themel të saj. Nuk ka nevojë që të bëhemi më katolik se Papa. Janë disa parime të cilat janë krijuar, liria e tregut, ekonomia, liria e mendimit. Unë besoj që ca gjëra janë duke u theksuar më shumë tani edhe prej kontekstit. Janë duke u theksuar sepse po diskutohen më shumë në botë. Po programi ekonomik është bërë në bashkëpunim me CDU-n gjermane. Tani parime konservatore janë ato. Se për cilat konkretisht e keni mund të diskutojmë dhe detaje. Unë thjesht të pyeta për terrenën, se gjitha kjo që ta të shpjeguat ju, është reale. Po kanë lindur element të rinj, shumë bota po ndryshon shpejt, më thonë. Po ndryshon patjetër dhe ne duhet i përshtatemi. Të madhe ka ardhur Trumpi dhe tani ka dhe trumpizmi, konservatorizmi. Ndaj të pyeta, do më thënë ku jeni ju te ky trumpizmi. Bushati ndryn dhe pastaj zoti Zogaj dhe pastaj ta përmbyllim. Zoti Bushati? Tani unë nuk jam shumë dakord me këtë, megjithëse është e drejta juaj që hapët ju temën për diskutuar për PD-n për programin dhe atë çfarë do bëjnë nesër në qeveri. Për ekonominë thamë përgjithsisht, po... Se? Po, okej. Jo, se ekonominë jam dakord me këtë denoncimin e investitorëve strategjik, me denoncimin e ndërtimi, si po shkon ndërtimi e tjerë. Po për programin, sepse duke folur për programin, sikur Partia Demokratike do fitoj, ne i hedhim një karamele të elmuar atyre që na shikojnë. Se thënë për programe, qeverisë e flitet në demokraci. Ta do i masakrojnë o vllatë 11 maj. Nuk kanë zero shanse këta të fitojnë. Nuk është e vërtet. Unë nuk kam ndërprer askënd, po këtu po të ndërprej. Po nuk është e vërtet. Sa herë kam bërë këtë debat, do ju masakrojnë. Juve po ju ndërprej këtu sepse nuk është e vërtet. Po, e drejta juaj. Kur nxjerrin copën e kuqe, demi niset gjithmonë, po ne nuk veprojmë si dem, veprojmë dhe me arsye. Po nuk ishte kjo e rëndësishme. E rëndësishmja, kush është? Prandaj, më shumë se programin e një qeverie të PD-je të nesërme, ajo që do më prekuponte mua është si ndeshemi ne me një regjim autokratik. Dhe këtu është pyetja ime për zonjën Tabak. Do me thënë, ju sot jeni në zgjedhje dhe keni privilegjin që njerëzit t'ju votojnë ndryshe nga ata që janë fut në listat në mbyllura. Dhe, unë jam nga ata që mendoj që regjimi autokratik shqiptar, përveç vullnetit keq të Edi Ramës, mbahet dhe mbi dy shtylla, e cila nga një anë është drejtësia e re, SPAK, GKKO e gjitha këto, dhe dyta, nuk e di se ka shpresa të ju që mund të ketë ndryshuar sot, po shtylla është dhe mbështetja ndërkombëtare për të mbajtur një regjim autokratik në Serbi, në Shqipëri, e tjere. Tani, Lori Tabaku shkon në zgjedhje. Dhe një votues i opozitës pyet, pse do ta votoj unë për shembull zonjën Tabaku, kur më thot unë jam me SPAK-un? Edhe sondazhet më ediramiste, votuesi PD-ist është kundra SPAK-ut në shumicë, e para. E dyta, pse duhet ta votoj unë Jorida Tabaku, kur unë se kam dëgjuar orë njerë të thot, ç'është kjo Juri Kim që i thot demokratëve do ani bar po zvotuat si themun. Pra, dhe këto nuk janë episode veçanta, prandaj e futa në atë kuadrin e madh. Janë episode për të thënë,
në qoftë se do denoncojmë autokracinë e Edi Ramës, nuk mund të shohim autokracinë e Edi Ramës të shkëputur nga mbështetja ndërkombëtare, që ju se keni denoncuar kur, dhe nga mbështetja e drejtësisë re që ju gjithashtu thoni që mbështesni. Këto janë dy problemet e mia të nda me ju. Pikërisht për këtë çështje kemi pasur dhe një debat në distancë bashkë, domethënë, dhe mezi po e prisja që ta diskutonim edhe këtu. Zoti Bushati, që të kesh një mendim ndryshe nga ju, nuk është herezi. Nuk është herezi. Është merit, pa dyshim. Nuk është herezi. Mendimi im për këtë çështje është prandaj unë jam shumë kurioz. Bashkë me shumë kolegë, sa mundësi kemi, sa fuqi kemi, në të gjitha hapësirat ndërkombëtare ne këtë denoncojmë sot. Pushtetin e kapur, problemet që ekzistojnë edhe me drejtësinë, sepse ndryshe nga sa ju thoni, unë mendoj që ka prokuror edhe me guxim në SPAK, ashtu siç ka edhe prokuror të kapur në SPAK, nuk bie dakord me... Po tu si opozitar nuk mendon shumicë dërmuese, ai të cilit ju po i kërkoni votën. Unë mendoj që ka prokuror të cilët kanë çuar Erion Veliajn për një çështje të caktuar. Unë po pres akoma që ta çojmë për gjitha ato që ka bërë Erion Veliaj. Për ndryshimin e rezultatit zgjedhjeve, për 5D, për inceneratorët, po pres akoma. Dhe prandaj për mua, unë kam thënë... Ju besoni pra, po tu si opozitar nuk besoni, ju besoni dhe bravo që besoni ke SPAK. Nuk ju ndërpreva. Nuk ju ndërpreva. Për mua, testi janë inceneratorët. Janë testi inceneratorët. Janë testi Erion Veliaj tek inceneratorët dhe ku do shkoj SPAK-u tek inceneratorët në qeveri. Në cili nivel do shkoj. Për mua, ky është testi. Mund t'ju ndërpres? Ta përfundoj dhe pjesën tjetër. Dhe ndërkohë që flasim bashk, për shembull, është duke organizuar dhe një dëgjes në Parlamentin Evropian që do të jetë javës tjetër, që bashkë me një grup kolegësh kemi insistuar shumë pikërisht për të ngritur këtë çështje atje. Çështjet e kapjes zgjedhjeve, e autokracisë, e mungesës demokracisë, që të ngrihen në platforma ndërkombëtare. Tani unë kam fjalorin tim, ju keni fjalorin tuaj, nuk përdorim gjithë dot me njëjtin fjalor. Është narracion, nuk është konkluzion. Unë po ju pyes për mendimin tuaj. Mendimi është ky. Mendimi im më ka bërë që... Ju besoni ke SPAK-u. Ju jeni kundër shumicës së unë besoj që sot... Kjo ja u rrit meritat. Jo, një sekond. Po vendosni në gojën time fjalë që nuk i thash. Unë besoj që ka disa prokuror. Unë besoj ke SPAK. Unë besoj që ka disa prokuror të cilët kanë guxim dhe besoj që ka disa prokuror tjerë që janë të kapur politikisht. Dhe ky është qëndrimi im. Atë që thoni ju, pastaj interpretimet i bëni ju. Në gojën time kanë dalë këto fjalë. Kjo është deklarata ime. Sa po e them? Jo, këto janë fjalët e mia. Këto janë fjalët e mia dhe nuk është hera parë që po i them. I kam thënë shumë herë. Jo në këtë studio, në shumë studio. Dakor. Tani kam përshtypjen të ka ngelur kaseta në 2021, zoti Bushati, dhe ndoshta nuk i keni dëgjuar të gjitha deklaratat. Për mua, SPAK-u ka test inceneratorët.